Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja, mëshira, begatia e krijuesit të gjithësisë qofshin mbi Muhamedit alayhis salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi gjithë ne, që jemi sot këtu dhe gjithë njerëzit të anën mban botës. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, në këtë mëngjes të bekuar të Fitr Bajramit, zemrat tona janë të mbushura me falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut të Madhëruar, i cili na dha mundësinë të përjetojmë edhe një herë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të arrijmë të ditë gëzimi e bekimit. Pas ditëve të agjërimit, netëve të lutjes dhe përpjekjes për ta përmirësuar veten tonë, sot qëndrojmë para Zotit me shpresën se Ai e ka pranuar agjërimin tonë, lutjet tona dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë gjatë këtij muaji të begat. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu i Madhëruar në Kur'anin Fisnik na kujton qëllimin e këtij adhurimi kur thotë: O ju që besuat, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç u ishte bërë obligim atyre para jush, që të bëheni të devotshëm. Pra, Ramazani nuk ishte vetëm një ndalim nga ushqimi dhe pija, por një shkollë e madhe shpirtërore për zemrat tona. Ai ishte një udhtim drejt devotshmërisë, drejt pastrimit të shpirtit, drejt forcimit të lidhjes sonë me Krijuesin e gjithësisë. Gjatë këtij muaji ne u përpoqëm të kontrollojmë veten tonë, të ruajmë gjuhën nga fjala e keqe, zemrën nga urrëtia dhe veprat nga padrejtësia. I dërguari Allahut Muhamedi alayhis salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi të, na ka mësuar se agjërimi nuk është vetëm largim nga ushqimi dhe pija, por edhe largim nga çdo fjalë e vepër që e largon njeriu nga Zoti. Ai na kujton se kush nuk largohet nga padrejtësia dhe nga fjala e keqe, Allahu nuk ka nevojë për urinë dhe etjen e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, prandaj Ramazani ishte një kohë reflektimi, sakrifice dhe përulësie. Ai na mësoi se uria dhe etja nuk janë vetëm një provë fizike, por një kujtesë e fortë për të ndjerë dhimbjen e atyre që jetojnë çdo ditë në vështirësi. Ramazani na mësoi se zemra e besimtarit bëhet më e fortë kur ndan me të tjerë, kur fal dhe kur shtrin dorën për të ndihmuar atë që ka nevojë. Fitr Bajrami është dita kur gëzimi takohet me mirënjohjen, është dita kur familjet bashkohen, kur miqt takohen dhe kur zemrat hapen për falje e mirësi. Por kjo festë nuk është vetëm një moment gëzimi, ajo është edhe një thirrje për përgjegjësi, sepse besimi i vërtet nuk matet vetëm me lutjet tona, por edhe me veprimet tona në shoqëri dhe në marrëdhënie me njerëzit. Islami na mëson se më i miri për njerëzve është ai që bën dobi të tjerëve, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Prandaj edhe sadaka e fitrit, që duhet dhënë pas me fal namaz e Bajramit, që kemi dhënë dhe është bërë obligim në këtë ditë, në mënyrë që askush të mos mbetet pa gëzimin e Bajramit. Kjo është një nga bukuritë më të mëdha të fesë sonë, kujdesi për tjetrin, solidariteti dhe përgjegjësia ndaj të dobtit. Të dashur vëllezër dhe motra, sot, ndërsa ne festojmë këtë ditë të bekuar, nuk mund të mos mendojmë për botën rreth nesh. Në shumë vende të globit, në linjën e mesme, njerëzit e presin Bajramin në rrethana të vështira, konflikti dhe lufte. Konfliktet, luftrat dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes. Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që ruajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin në ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Mesazhi i fesë islame është i qartë. Islami është fe e paqes, e mëshirës dhe e drejtësisë dhe e solidaritetit. Allahu në Kur'an e përshkruan të dërguarin e tij mëshirë për botën, për tërë botën.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe nuk ka diçka tjetër ndryshe përveç kësaj. Kjo do të thotë se besimtari është thirrur të jetë burim paqeje, mëshire dhe drejtësie kudo dhe ku ndodhet. Bota sot ka nevojë për më shumë drejtësi, për më shumë mirëkuptim dhe për më shumë paqe dhe vëllazëri njerëzore. Dhe kjo paqe fillon nga zemra e njeriut, nga familja, nga komuniteti ku ne jetojmë. Ajo ndërtohet me respekt, me dialog dhe me kujdes për njëri tjetrin. Ne si shoqëri kemi përgjegjësinë të kultivojmë këto vlera shumë të rëndësishme të patjetërsueshme në gjitha kohrat dhe vendet. Shqipëria, jonë e dashur, ka qenë gjithmonë një vend ku besimet fetare kanë jetuar në harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Kjo është një pasuri e madhe shpirtërore dhe kombëtare që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë gjithmonë dhe të jemi vigjilent për të. Le të jetë ky Bajram një moment reflektimi për secilin prej nesh, të jemi më të drejtë në familjet tona, më të ndershëm në punë, më të kujdesshëm ndaj të varfërve dhe më të gatshëm për të falur njëri tjetrin. Sepse një shoqëri ndërtohet mbi zemra të pastra dhe mbi njerëz që zgjedhin të bëjnë të mirën për kënaqësinë e Zotit dhe për të mbjellur paqen në këtë planet ku jetojmë si njerëz. Edhe një herë gëzuar fitër Bajramin për shumë vjet, Zoti na pas pranuar Ramazanin, lutjet dhe çdo gjë që kemi bërë gjatë këtij muaji dhe duke u kujtuar me një hadith profetit Muhammed alayhi salatu wasalam i cili thotë veprat më të dashura tek Zoti janë ato të cilat janë vazhdueshme edhe pse janë të pakta. Faleminderit.